Shpirti i njeriut pas vdekjes. Çfarë i ndodh njeriut pas I vdes? Kemi folur për mistere në përgjithësi. Kemi folur për near death experience, pra për njerëz që kanë vdekur dhe janë kthyer sërish dhe u kanë ndodhur disa fenomene vërtet të çuditshme që kemi përmendur. Por sot do të flasim për gjën më të rëndësishme, për gjykimin. Çfarë është gjykimi? Pra gjykimi I shpirtit po flas. Çfarë është gjykimi dhe nëse është I vërtet, dhe unë do t'ju tregoj disa fakte të pakundërshtueshme të jetës së përtejme. Nuk jam teolog, nuk jam shkencëtar, por këto që do t'ju them janë vetëm diskutime, pra unë ndez shkëndijën në mënyrë që të diskutojmë së bashku, dhe këto diskutime padyshim do të na çojnë në një rrugë më pranë së vërtetës. Si gjithmonë kush është rastisht dhe nuk e ka bërë në qoftë se është e mundur, bëjni like faqes që të shihemi sërish. Dhe ju falenderoj që jemi për bashkë. Pika 1, që është e pakundërshtueshme. Kemi thënë që disa njerëz kur vdesin dhe rikthehen edhe një jetë, disa prej tyre flasin një gjuhë tjetër që nuk kanë folur më përpara. Të tjerë akoma kanë parë vende që nuk kanë qenë kurrë në ato vende e megjithatë I përshkruajnë ato në mënyrë perfekte. Nga I morën këto informacione? Pikërisht pra, sepse I morën nga një botë tjetër. Pra, bota e përtejme ekziston. Pra, bota e përtejme e shpirtrave ose shpirtit. Dhe tjetra, sepse janë disa gliqe që mund të quhen kështu, që njeriu kap disa informacione dhe I sjell në këtë botë. Pra, këto janë të vetmet fakte që janë të pakundërshtueshme për mendimin tim, që bota e përtejme ekziston. Por tjetra, që është akoma më e rëndësishme. Njeriu në këtë jetë ka ardhur për një sprov ose për një provë. Këtë nuk e thon vetëm teologët, nuk e thon vetëm të moshuarit, por ne e shikojmë edhe në jetën tonë të përditshme. Për shembull, nëse ne do të qëndronim pa bërë asgjë, gjithë jetën tonë, dhe pa punuar, pa lëvizur, pa bërë asgjë, çfarë do ndodhte me trupin? Çfarë do ndodh me trupin? Pra ne jemi të destinuar që të lëvizim. Nuk mundemi që të rrim si kafshët e tjera, për shembull, ose ndonjë që rrin aty në një gjumë letargjik. Jo, sepse njeriu duhet që të lëviz. Aktivizimi I trupit, aktiviteti I trupit bën që njeriu të jetojë, sepse aktivizohet gjithë trupi dhe aktivizon jo vetëm qelizat, por edhe trurin dhe e vën në funksion. Pra ne jemi të detyruar të punojmë, jemi të detyruar të mendojmë, jemi të detyruar sepse ndryshe vdesim. Pra kjo do të thotë që ne jemi një makineri, ose më mirë, si thon teologët, një sprov, një provë për këtë jetë. Tani, në momentin që njeriu vdes, kjo është një provë e pakundërshtueshme, dhe ne nuk mund të bëjmë dot asgjë, të shkojmë për shembull të vrasim këtë duam, të shkojmë bëjmë çfarë të duam, nuk mundesh, sepse ka disa ligje të bëra nga njerëzit. Dhe këto ligje, edhe sikur mos të ekzistonin, do t'i vendoste vetë njeriu, sepse ti nëse vret dikë do të vrasin. Pra, këtu je për të bërë një sprovë dhe ti nuk mund të bësh dot ç'të duash. E njëjta gjë ndodh edhe me jetën e përtejme. Ka me miliona fakte të njerëzve që thonë që kur kanë kaluar cakun, pra që kanë qenë në momentin e vdekjes, kanë hasur në një forcë të mbinatyrshme, që është e pashmangshme, që ti nuk mund të bësh dot asgjë. Dhe atë shumë njerëz e quajnë Zot. Bile këta që e kanë përjetuar thonë është e padiskutueshme që ka një gjë të mbinatyrshme, pra një Zot atje. Disa nga këta edhe e kanë parë. Disa të tjerë thonë një dritë, disa të tjerë thonë një tunel, disa të tjerë etj. Pak rëndësi ka. E rëndësishme është që ka një forcë të mbinatyrshme që ti nuk I shmangesh dot, por ka një forcë absolute. Tani, njeriu pas I vdes, po flasim për ata që vdesin, rri 72 orë, pra shpirti I tij, sipas teologëve, rri 72 orë në këtë botë, përpara se të shkëputet totalisht nga ambienti ku gjendet dhe nga trupi i njeriu. 72 orë. Po a e dini se është bërë një studim në Amerikë dhe janë bërë shumë studime, por një studim që e ka vërtetuar në mënyrë shkencore që njeriu, pra trupi I njeriu është ende aty, energjia e trupit njeriu ose shpirti është ende aty për 72 orë dhe pas 72 orëve ikin të gjitha gjithë sensorët, sepse sensorët e trurit vazhdojnë për 72 orë.
Pra edhe në mënyrë shkencore e ka bërë Sam Parnia këtë, që padyshim e keni lexuar, e kemi bërë edhe në për emisione, një shkencëtar amerikan që ai ka vërtetuar në mënyrë shkencore që mund edhe të kthej trupin e njeriu, pra të paktën 50% të njerëzve t'i kthej në jetë, ata që kanë një arrest kardiak. Sepse ka disa teknika që ka shpikur që ai mund të kthej njerëz në jetë. Është e vërtet kjo, edhe pse nuk flitet shumë për të. Dhe në qoftë se kjo, pra në mënyrë shkencore është e vërtet, mund të lidhet me, jo mund të lidhet, po lidhet me meteorologët që thonë që 3 ditë njeriu ne duhet ta nderojmë sepse ai për 3 ditë rri aty, pra shpirti i njeriu rri aty. Por prisni pak, sepse shpirti i njeriu, sipas teologjisë, pas 40 ditëve, pra në ditën e 40, ai shkon në gjykim. Pra shpirti i njeriu shkon në gjykim, shkon dhe gjykohet. Dhe në mënyrë shkencore është vënë në re që njeriu, pra shpirti i njeriu, nëse me parametër, po flas me frekuenca, më falni, me frekuenca, kanë vendosur aty ku ka qenë varri i dikujt, disa frekuenca, dhe frekuencat janë zhdukur pas një muaji. Pra, vibrimet po flasë, ka patur vibrime të çuditshme deri në 30-33 ditë. Dhe në ditën e 35 janë zhdukur totalisht. Mundet që t'jetë e vërtet kjo teori? Tani, në qoftë se thash prova të pakundërshtueshme deri tani për shpirtin dhe njeriu dhe për jetën e njeriu dhe për jetën e përtejme, atëherë pse mos të besojmë që ka një ditë ku shpirti gjykohet? Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë do të them disa fakte të tjera. Njeriu në këtë jetë, si thash, nuk bën dot çfarë ti do qefi. Nuk e bën dot, sepse përveç shoqërisë që kemi dhe ligjeve që kemi, por edhe vetë shoqëria, siç e thashëm përpara, ti nëse vret dikë do të vrasin. Pra ne jemi të udhëzuar nga mënyra e jetesës që bëjmë, ose jemi të detyruar nga mënyra e jetesës. E njëjta gjë ndodh edhe në shpirt, nëse shpirti shkon diku tjetër. Pra ti je i detyruar sepse ka një hierarki. Okej? Dhe hierarkin dikush e manovron, që për ne quhet Zoti. Dhe në qoftë se vjen ajo ditë dhe njeriu gjykohet, pra në momentin e gjykimit, unë besoj që ne e kemi jo vetëm këtu, momentin e gjykimit, por edhe në jetën e përtejme, pra në ditën e 40 të shpirtit që është shkëputur nga trupi. Unë mund t'ju them vetëm një diçka, dhe çfarë do të bëni ju, pra në qoftë se me të vërtet ka një ditë gjykimi. Shumë prej nesh që besojnë në Zot dhe janë shumë praktikant të besimeve fetare, e din shumë mirë që përse po flas, pra për ditën e gjykimit, që të gjithë gjykohen, që të gjithë në këtë botë ose edhe në tjetër. Dhe pyetja ime është, çfarë bëre ti në këtë botë që, sepse kjo është një sprovë, kjo jetë, çfarë bëre ti në këtë jetë që pastaj kur të vi momenti që të gjykohesh, të thuash që unë kam qenë korrekt, që të gjithë bëjmë gabime. Nuk ka asnjë që nuk bën gabime, por pyetja është sa gabime ke bërë dhe çfarë gabimesh ke bërë. Dhe nëse shpirti yt jeton në përjetësi, atëherë si do të ndahet aty? Do të shkojë në parajs apo do të shkojë në ferr? Pra, e njëjta gjë që ndodh edhe në jetën e njeriut. Në jetën e njeriut, ato që bëjmë ne, ligjet që kemi vendosur, kur bën një gabim të fusi në burg, kur je i mirë të ngrënë në pjedestal etj. Pra, unë mendoj që si është jeta këtu, është edhe jeta atje. Pra, te kësaj jete. Megjithatë, unë do të dëshiroj një komentin tuaj, çfarë mendimi keni për këtë, dhe nëse me të vërtet shpirti i njeriu të gjykohet, dhe çfarë do të bëni ju, pra për të përmirësuar këtë rrugtim të kësaj jete, që kur të vi momenti i gjykimit, të kemi më pak gabime. Pres komentet tuaja. Ditë mbar.